më e preferuara dhe që muslimani nuk ban me elshu për gjithçka. Nëse ka arsye caktuar po mirë është me qenë i kujdesshëm që ditën e Arafatit, që përkon me kon ditë e ajte, me agjërua ditë. Ditën e ajte me agjëru. Për shkak se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmend shpëlime të mëdha për atë që agjëron ditën e Arafatit. Haxhilirët janë në Arafat në ditën më të mirë, në vendin më të mirë. Ata nuk agjërojnë për shkak se ata kanë tjerë obligime. Po ne që jemi këtu, është e preferuar që të agjërohet ajo ditë. Andaj kush nuk ka mundësi me agjëru asnjë ditë nga këto 10 ditë për arsyet e tij, së paku mos të lënë ditën e 9 të këtij muaji, ditën e ajte, pa e agjëruar për shkak se është ditë e vlefshme, madje është dita më e mirë e vitit. Dita më e mirë e vitit është dita e Arafatit. Andaj besimtar me qenë i kujdesshëm në këto sezona që kalojnë, se Allahu te barek o tal na mundson e na lehtëson që ne përmes këtyre ditëve, përmes këtyre sezonave, përmes këtyre mundësive të fitojmë shumë, të pasurohemi në aspektin e shpërblimeve dhe punëve të mira.